Mirëmbrëma të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar miq, ja ku po ritakohemi në këtë podcast Enkas për Big Brother VIP Albania dhe Kosova për të komentuar pak marrëdhënien e Mirit edhe Selinës. Miri dhe Selina janë dy banorë që këtë kohën e fundit po bëjnë xhiron e rjetit për marrëdhënien e tyre. Të qenurit brenda shtëpisë së akuariumit, një shtëpi që në fakt ju hapën dyert të shtunën për të mbyllur, nuk dihet se kur do të vendosen vllau i madh, ka vënë në dukje dashurinë e madhe dhe afrimitetin që Miri dhe Selina kanë krijuar brenda kësaj shtëpie. Tani Miri ka treguar që është i martuar dhe që gruan e tij e ka gjermane, ku më pas mediat së bashku me ne e nxorëm foton familjare të Mirit ku në mes të kësaj fotografie është edhe vajza e tij. Duke bërë një retrospektiv në fakt në të gjitha intervistat që janë dhënë deri më tani për Mirin, shoqëria e tij, kolegët e tij të ngushtë, në këtë rast Landi, ka treguar që Miri ka një raport jashtëzakonisht të bukur me vajzën e tij, por unë nuk kam dëgjuar në fakt nga goja e Mirit që të përmendën familjen brenda në shtëpi. Do me thënë këtu mund të kemi një histori që ne nuk e dim, mund të ndodhë që Miri mund të ketë krijuar një lidhje dashurie, mund të jetë martuar, edhe para se ai të futeshte në Big Brother kjo lidhje të ketë marrur fund. Fatkeqësisht edhe në përcepat e shtëpisë nuk është se kemi dëgjuar gjë për martesën e Mirit, sepse shoh një uragan komentesh që janë realisht të gjitha negative kundër drejt Mirit me një urrëtie të papar, sikur Miri është duke bërë krimin më të madh të jetës. Nuk ma merr mendja në asnjë mënyrë që një burr i martuar, duke patur gruan jashtë, duke patur një martesë të suksesshme, duke patur një martesë të bukur, të bëjë veprime të tilla brenda shtëpisë së Big Brotherit. Mendoj që raporti i Mirit me bashkëshortin e tij është një raport i krisur, mund të ketë edhe ndarje në këtë mes, që ka mbetur vetëm goca dhe me të drejtë Miri ka të drejtën që të përzjedh personazhin që e do aty brenda. Tani nëse dashuria do të gjykohesh në vite, ç'të keq që ka nëse Selina është 23 vjet dhe Miri 46. Okej, mund të jetë një kohë shumë e madhe në vite, por mund të jetë një dashuri shumë e bukur. Aty nuk ka asnjë gjë të keqe dhe unë nuk jam as pak paragjykues i marrëdhënies së tyre. Por, do të më vinte shumë keq në qoftë se Miri është i martuar dhe bashkëshortja e Mirit është duke parë këtë gjën, ndërsa ai ka hyrë me besimin më të lartë sepse do ndërton famën e tij, do ndërton imazhin e tij, apo do të merr atë që thonte Miri në netët e para kur hyri Big Brother, Cezari do të merr atë që meriton. Dhe kjo në fakt do të më dhimbse shumë, se përndryshe nuk jam kundër asgjëje që një djalë i cili nuk është se ka një bagazh mbrapa, përpos vajzës së tij nga një ndarje që të mund të kenë qenë, të dashuroj dhe të jetë brenda me një vajzë. Unë e shoh që edhe Selina e do shumë Mirin, pa marrë parasysh që babai i saj i çoi një mesazh, nuk është se Selina e mbështeti mesazhin e Mirit, përkundrazi do të thënë u afrua më së shumti me Mirin, përkundrazi po ndan më së shumti momente me Mirin që në fakt e bën që të jetë edhe më në qendër të vëmendjes së publikut. Si e shikoni ju këtë lidhje dhe a shikoni këtu më shumë se sa një dashuri nga ana e Mirit, shoh një dashuri shumë të madhe, do të thënë është tepër i dashuruar, ndërsa edhe nga ana e Selinës e ndjej një mungesë të Mirit të paktën këto ditë që është në shtëpinë e akuariumit.